port tregtar. Kështu që tani shumë mirë. Juve mund të qeshni. Po, shumë mirë. Argëtuesi kryesor këtu jeti zotëri besoja se ke humbur shansin për të heshtur dhe për të bërë pjesë e një konsensusi për sigurinë kombëtare. Po, vetëm shanse humbet në karrierë. Po, trimëria e fundit trimëria jote e fundit është mundësia për të vijuar me Sali Berishën. Kjo është trimëria jote e fundit dhe do të gjykojnë siç të kanë gjykuar qytetarët gjithë të periudhës. Vazhdoni zoti ministër. Kontributi real, patjetër. Kontributi real. Unë besoj se kemi dëshmuar me shifra dhe me prova për sa i përket jo vetëm mënyrës se si shpenzohen lekët e taksapaguesve për pagat, për benefitet, për statusin e ushtarakut, për mirëqenien e familjeve të ushtarakut dhe besoj se do ishte më e dobishme ndoshta që të flisnim për mirëqenien e familjeve të ushtarakëve dhe jo vetëm për element akuze të pabazuar. Metodologjinë e sqarova për sa i përket dinjitetit. Përmendët dinjitetin patjetër që është prioritet dinjiteti uniform zotri dhe unë prisja që të më kërkonit sa më shumë masa për dinjitetin e personave efektivëve tanë dhe të familjeve të tyre. Unë mund t'ju them një gjë. Në 10 vitet e fundit është 10 fishuar buxheti për benefitet dhe për familjet e ushtarakëve. Dhe parashikimet tona për të arritur pikërisht ato që kërkohet nga Aleanca për kapitalin njerëzor është që të dyfishohen përsëri deri në 2035. Kjo besoj se duhet përqafuar nga të gjithë pa përjashtim ideologjik. Për sa i përket elementeve që përmendët, dinjiteti besoj se sankcionohet nga vendimarrja e NATO-s që të realizohet samiti 2027 në vendin ton, nuk ka certifikim më të mirë për sa i përket dinjitetit të vendit në këtë aleancë dhe besoj se do keni mundësinë të angazhoheni bashkë me mua për mbarvajtjen e këtij samiti si jo vetëm një ish ministër, po edhe një antar i respektuar i këtij komisioni. Për sa i përket portit të Durrësit, jam krejt në gjendje t'ju përgjigjem 1-1 dhe flasin vetë shifrat për sa i përket rolit në transportin detar dhe në infrastrukturën rajonale të këtij porti, jo vetëm si një port i Shqipërisë, por një port i mbar rajonit, krejt i gatshëm që të më thrisni nëpër komisione për dhënë sqarime sepse jam shumë krenar për atë periudhë të ushtrimit funksioneve të mia publike. Faleminderit zoti kryetar. Faleminderit zoti ministër. Ju lutem ta mbaroj 1 minutë. Me që ishim ke takimet me partnerët e NATO-s, ju nesër keni një takim kokë në kokë me ministrin e mbrojtjes të Italisë, që është një nga partnerët kryesor të NATO-s, kështu që për këtë komision do ishte me shumë interes të dinim sa marrëveshje do nënshkruani nesër me këtë partner, a do e takoni, a do jepni dorë një edhe për merak të kolegëve të opozitës, dhe sa marrëveshje do nënshkruani nesër dhe çfarë përfaqësojnë këto marrëveshje dhe si lidhen me buxhetin. Fjala për ju, zoti ministër. Për procedurë. Jo, për procedurë. Nëse ancën e pyetje, jo, e kemi, mund ta marrim për procedurën. Faleminderit zoti kryetar. Shkurtimisht për sa i përket pyetjes që bët, me të drejtë është e vërtet që nesër do kemi një takim ndërqeveritar, i pari i këtij niveli të lartë fakt me Italinë, dhe në këtë nivel duke zbatuar marrëveshjen e partnerit strategjik mes dy vendeve. Një komponent i rëndësishëm i këtij takimi ndërqeveritar janë takimet bilaterale të ministrave me homologët, përfshirë dhe takimin me homologun Crosetto, i cili ka qenë edhe një partner i fuqishëm për sa i përket gjithë mbështetjes që Aleanca jep për Shqipërinë, po edhe për sa i përket ndarjes së përgjegjësive, sidomos në komponentin detar në Adriatik dhe Jon. Do kemi disa marrëveshje në fushën e mbrojtjes dhe të mbrojtjes civile. Pikërisht projekt buxheti parashikon mundësinë që të kemi dhe financim të huaj për sa i përket nevojat e emergjencave civile dhe kjo do sanksionohet përmes një marrëveshje me shtetin italian për të financuar pikërisht gjithë komponentin e ngritjes së sistemit 112, pra sistemit të numrit evropian të emergjencave, siç e thash është një detyrim dhe një nevojë
relativisht urgjente. Kemi një marrëveshje për sa i përket bashkëpunimit në fushën e industrisë ushtarake dhe praktikisht kemi ngritur nivelin e partneritetit në mbrojtje dhe në siguri, sepse kjo marrëveshje e fundit ishte bërë në fillim të viteve 90 dhe praktikisht gjërat kanë ecur për sa i përket bashkëpunimit me Italinë dhe ishte e nevojshme që të bënim një përditësim, sidomos në nivelin e bashkëpunimit në teknologji, në inteligjencë artificiale dhe prodhim të përbashkët, siç e thash, kompanitë italiane janë të interesuar për të investuar në vendin tonë. Dhe na duhet ta lehtësojmë dhe ta përqafojmë këtë mundësi. Elementi i tretë ka të bëjë dhe me bashkëpunimin midis dy forcave detare për sa i përket durimit të 3 mjeteve, një i bërë publik edhe më përpara gjatë këtij viti për një anije luftarake dhe 2 anije patrulluese të cilat do të sanksionohen përmes një marrëveshje dhurimi ditën e nesërme dhe do kenë mundësi pastaj t'ju jap sqarime për sa i përket përmbajtjes të këtyre marrëveshjeve. Ka dhe një marrëveshje granti shumë të rëndësishme, përfituesi kryesor janë emergjencat civile në nivel qendror dhe në nivel vendor dhe praktikisht gjithë sistemi jonë i emergjencave civile është ngritur me bazë të një partneriteti të fortë me Italinë, sepse përmendet si shembull shpeshherë dhe është një shembull shpeshherë për sa i përket eficiencës së sistemit të tyre të emergjencave civile dhe këtë model po ndjekim dhe ne. Faleminderit kryetar. Faleminderit zoti ministër. Mirë, për replik 10 minuta. 3 sekonda. Fal 3 sekonda. Tani zoti ministër, realiteti duhet parë siç është dhe jo me sy të roz. Unë kuptoj me syze roz i shihni ju. Unë jam me syze roz, nuk kam. Po me syze roz. E shoh që unë jam ju me atë ligjin që keni kaluar nuk e di ku ti përkisni, ndërsa unë njifem si burr. Mbahem për burr. Në çdo aspekt mbahem për burr. Ju lutem, në çdo aspekt zoti mbahem Noga. për burr. Do flasim për buxhetin, burri mirë. Flasim për buxhetin tani. A burri keq nuk di ta them. Zoti Noga. Unë mbahem për burr. Zoti Noga për buxhetin. Unë mbahem për burr, a burri mirë, a burri keq, tjetër gjë. Ju lutem, zoti ministër. Po prit, ta them unë. Po ju Zoti them. ministër. Vazhdo, po, vazhdo. Zoti Noga, vazhdoni. Por syze të roz nuk mund t'ju bëjnë ju që realitetin ta shihni të errët. Çfarë dua të them? Ju tregoni po 12 ngjyra i njihni ju, ne nuk i njohim 12. Jo, ne 12 ngjyra si njohim i njihni ju. Tani po pusho se po flas unë tani. Tani pusho. Se po flas unë, Zoti ministër, ju lutem ta mbaroj. Zoti ministër. Po flas unë, nuk po flet narkosi. Kur të flas narkosi ti mund të atëherë pusho të flas. Përfundoni. Pusho të flas unë. Ju lutem, përfundoni. Pusho se ke nevojë. Përfundoni, ju lutem. Pusho tash dëgjoj. Zoti ministër ja ta mbaroj. Ta mbaroj zoti ministër. Ta mbaroj edhe. I thoni të pushoj. Ja ta mbaroj. I thoni të pushoj. I thoni të pushoj. Ashtu. Tani, pavarësisht ngjyrave që e shihni ju me ato syze të roz, unë po ju them, është ajo qeveri që ju duket e errët, që falë reforma dhe vizionit antarsoj Shqipëri NATO dhe sot ti ke mundësi të kakarisësh aty ku je. Kjo është. Po prit, dëgjoj tani. E dyta, e dyta. Nuk ka gjë më të turpshme që t'ju japis të paraqesësh shqiptarëve si sukses një kompani, të cilës me një VKM i keni dhënë një sekseri mashtrues ndërkombëtar si Ron Jefet, i keni dhënë ekskluzivitet, se ai ka vetëm një qëllim, është miku i kryeministrit dhe gjithë to para djers e taksapaguesve shqiptar po i shkon atij sepse ka një mision, t'i bëj PR kryeministrit tuaj dhe që në botën e Europë narkosit t'i fshi gjurmët dhe t'ju thot ndërkombëtarëve që nuk është narkos. Pra kaq është. Dhe për këtë po ju them, kjo është skem mafioze. Nuk do t'jetë gjatë dita që kësaj skeme do t'i dal boja, ju mbajni mend të gjithë, ja ku jemi dhe pastaj do ta shohësh. Por mos u nervozo dhe mos u mërzit.
je produkt karteli. Karriera jote Faleminderit zotin Noga. Nuk duhet të bëj që të Faleminderit zotin Noga. Faleminderit. Fjala për zotin Mala. Një këtej, po e morë replikët. E bëri pra replikën. Atëre tani zoti Male edhe pastaj ti ç'ke.